si kryesisht së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, zoti Gëzim Hoxha. Nderuari drejtori i Institutit Gjykatësisë Letërsisë, zoti Valter Memishra. Të nderuar akademik, studiues, profesor, përfaqësues të institucioneve mbi të gjuhës dhe të kulturës. Është një kënaqësi dhe një privilegj për mua që të hap sot punimet e kësaj konference shkencore ndërkombëtare, kushtuar një fushë kaq të rëndësishme siç është frazeologjia e gjuhës shqipe në kontekstin e arealit gjuhësor ballkanik. Frazeologjia është një pasuri e gjuhës që shkon përtej komunikimit të përditshëm. Ajo është kujtesë kolektive, trashëgimi kulturore, pasqyrë e identitetit. Idiomat, proverbat, metaforat dhe figuracioni gjuhësor bartin me vete përvoja shekullore, mënyrat të menduarit dhe të jetuarit, duke na treguar se si popujt e Ballkanit kanë ndarë jo vetëm hapësirën gjeografike, por edhe mendsinë dhe kulturën. Gjuhësia shqiptare i ka trajtuar me vëmendje paralelet frazeologjike të Shqipes me gjuhët e tjera të Ballkanit, duke nxjerrë në pa tiparet e saj të veçanta, por edhe ngjashmëritë që lidhen me fenomenin bashkësia gjuhësore ballkanike. Në letërsinë shkencore shqipe është përveçuar argumenti se fjala dhe frazeologjia janë realitete psikologjike, në harmoni me qëndrimin e folësit dhe me rrethana situative. Përveç për masës gjuhësore, janë marrë parasysh edhe faktorët jashtëgjuhësor, të cilat kanë hapur udhë drejt dije bashkëkohore si metagjuha, metalogjika, metasintaksa, semantika dhe semiologjia, duke vendosur kështu frazeologjinë në një kornizë më të gjerë kulturore e konceptore. Një gur themeli në këtë fushë është fjalori frazeologjik ballkanik i vitit 1999, i pari fjalor shumëgjuhësh në leksikografinë shqiptare, i cili integron një pasuri të vyer etno-gjuhësore. Ky thesar i 5 gjuhëve ballkanike, shqip, bullgarisht, greqisht, rumanisht, serbo-kroatisht, dëshmon parafrinë tipologjike gjuhësore për lidhjet e krijuara në bashkëtesën e gjatë historike midis popujve të rajonit, për përputhjet në mendësi dhe për ngjashmëritë e veçantitë etno-kulturore. Në këtë udhtim kanë dhënë një ndihmës të çmuar personalitetet gjuhësisë shqiptare, si Jani Thomaj, Agron Duro, Ali Jashari, Hajri Sheu, Valter Memisha, Zenun Gjoçaj, Mehmet Gjevori, Kemal Murati, Teuta Toska e të tjerë, më falni, profesor Mehmet Çeliku dhe Shefkia Islamaj, e të tjerë, të cilët i kanë trajtuar frazeologjizmat në disa nivele, si lidhje